Përshëndetje të dashur miq. Në këtë video do të mundemi të mbledhim disa mesazhe, konfirmime, shenja për ju në lidhje me muajin korrik. Dhe në fakt, kurdo që kjo video të gjej, lidhen me atë muaj në të cilin ju po e shihni. Pra, për te kohë hapësirës, synimi i kësaj videoje është që këto mesazhe të jenë timeless, kurdo që kjo video të gjej, por nëse ju gjen në kohë reale, do të thotë që lidhen me muajin korrik. Dhe nëse ju dëshironi, mund të dëgjoni më pas edhe video në HNSR, dhe aty lidhen shumë mesazhe të bukura në lidhje me energjinë e muajit korrik, duke qenë se hëna e re ndodhet pothuajse nga mesi i muajit korrik, kështu që përfshin shumicën e energjive dhe ishin në fakt mesazhe shumë interesante. Gjithsesi, mendova që ta nisim këtë muaj duke ditur ose thjesht duke patur disa konfirmime. Dhe përpara se të fillojmë, ju do të mund të zgjidhni ndërmjet 3 grupimeve, duke u nisur pa marrë nga 2 për secilën. Grupi nëmër 1, me kartat e bardha të cilat ju i njohur, që ka mesatime brenda tyre, dhe me konfirmime nga këto grupi me kartash, me yje, me hënën, me energjinë e hënës, e të tjerë. Grupimi nëmër 2, me kartat egjiptiane, dhe konfirmime me kartat që lidhen më tepër me energjinë e ajrit, me energjinë e kafshëve, specifikisht insekteve, dhe kohës viktoriane, pra është një grupim i dedikuar kohës viktoriane. I them të gjitha këto sepse ndoshta mund të rezonojnë me ju, përveç pamjes së tyre, mund të rezonojnë edhe këto gjërat e tjera. Dhe grupimi nëmër 3, në lidhje me kartat e ëngjëjve, mesazhe nga ëngjëjt dhe konfirmime nga grupimi me karta me krijesa ujore. Më së shumti, që mund të jenë sirena, delfin, breshka, kuajdeti, këto janë mos gaboj. Kështu që është koha juaj që të zgjidhni, mund ta ndaloni videon, të mbëni sy, të merrni disa frymarrje dhe thjesht relaksoheni dhe të lejoni zërin e brendshëm t'ju drejtojë tek mesazhi juaj. Por është ta keni zgjedhur grupimin tuaj, ju mund të dëgjoni në fakt edhe të dyja apo 2 grupime pra ose 3 grupime në varësi të kush ju tërhoqi. Por gjithsesi, mesazhi kryesor është ai tek i cili intuita juve ju drejtoi. Këto mund të jenë shenja konfirmimi që ju mund t'i keni parë në realitetin tuaj. Mund të jenë mesazhe që thjesht ju e ndjeni që rezonojnë me secilën do fazë apo çfarëdo gjë që ju jeni duke kaluar në jetën tuaj. Dhe ndoshta thjesht mund të zgjojnë disa gjëra për ju, pra nëse diçka thuhet, një mesazh tjetër mund të vijë nga intuita për ju, që është posaçërisht për ju, diçka që është shumë specifike, pra që nuk është diçka kolektive si këto mesazhe, por është diçka thjesht shumë specifike për ju. Kështu që thjesht dëgjoni intuitën tuaj, thjesht qëndroni të hapur ndaj mesazheve dhe thjesht përdorni gjykimin tuaj të brendshëm për të ditur cilat janë mesazhet tuaja dhe cilat jo. Nëse nuk rezonojnë me ju, është mos e okay. Dhe ka disa raste në fakt që po njëjti mesazh mund të mos rezonojë me ju për shembull në këtë moment që ju po e shihni. Por nëse kjo video ju shfaqet apo nëse nuk e di se çfarë ndodh, ju e shikoni më vonë këtë video ose ju vjen ndërmend më vonë specifikisht ky mesazh i ripërsëritur, do të thotë që ka lidhje me këtë lloj faze tjetër, sepse duke qenë se janë mesazhe për te kohës hapësirës, do të thotë që e kaluara, e tashmja dhe ardhmja janë njësh, pra nuk është se bëhet dallim. Kështu që edhe për gjërat që mund të duket sikur jo nuk e kam të tani, ju mund ta keni, por kjo energji vjen tani sepse është për te kohës hapësirës. Mesazhi kryesor që erdhi për ju, numri 7 mund të ketë lidhje me ju, numri 43, numri 34, mund të shikoni numrin 777, 333, 444. Ndoshta ju pëlqen shkenca, jeni të apasionuar ndaj saj, ndaj molekulave, ndaj mënyrës se si gjithçka operon, se si jeta krijohet, se si për shembull mund të jeni të uzuar të mësoni më shumë rreth vibrimit, frekuencave, sepse gjithçka është vibrim dhe frekuencë dhe ndoshta ju jeni te kjo pjesa e shkencës, e fizikës, e matematikës, jeni të prirur ose thjesht natyralisht jeni të mirë në të dhe mendja juaj vazhdimisht mendon të tilla gjëra. Ose jeni në fushën e mjekësisë, infermierisë. Kjo është ajo që po ndjej për ju tani. Ose jeni shumë të apasionuar ndaj sportit. Pra mund të ketë grupime të ndryshme për secilin për ju, kjo është ajo që po ndjej për të gjithë. Siç e shikoni edhe këtu që ka disa orbita të ndryshme, pra secili prej tyre mund të simbolizojë kështu si po e shikoj tani, një grupim të ndryshëm për jush.
Dhe grupimi i fundit që mund të jesh, ju mund të jeni të apasionuar ndaj sportit, të kujdeseni për shëndetin fizik, për aparencën tuaj, dhe jo thjesht që t'ja tregoni të tjerëve apo thjesht si kujdes ndaj vetes dhe shëndetit tuaj. Pra shikoni shumë thelbësore këtë pjesë. Dhe këshilla për ju, për të gjithë ju që e bëni, okay, që lëvizni trupin tuaj, merreni me aktivitet sportiv, me këto sporte ndryshme që ne tham, jeni gjithkohës aktiv, ndoshta dhe thjesht shkoni pas synimeve dhe qëllimeve tuaja dhe kjo ju bën të jeni aktiv në aspektin energjetik, sepse ka dy lloje, pra të jeni aktiv në realitetin fizik, por dhe të jeni aktiv në punën e brendshme që ju bëni, emocionale, në rritjen e brendshme. Dhe sigurisht që duhen të dyja, por që ka individ që janë më të prirur tek njëra dhe tek tjetra. Kjo është më tepër në aspektin fizik. Dhe për të gjithë ju që nuk e bëni, apo thjesht përtoni, apo thjesht e keni neglizhuar, është një thritje që ta filloni palestrën për shembull, të filloni këtë aktivitet sportiv, të filloni të kujdeseni për veten, të filloni të ecni sikur çfarë kohë në ditë. Ky është mesazhi kryesor që erdhi. Dhe këto mesazhe që erdhën për ju janë shumë të bukura. Është si një histori që po e shoh tani. Leoni t'ju tregoj dhe ju, por do të marrim secilën prej kartave njëra pas tjetrës, dhe do t'i shikojmë me hollësi, kështu që mos u shqetësoni. E para që erdhi dhe është përsëri numri 7, por i paraqitur në një mënyrë tjetër, pra 52 mund të ketë lidhje me ju, 25 apo numri 7 vet. Dhe thot: lejoni njerëzit të shkojnë kur ata duan të shkojnë. Lëreni që të dhëmë, ndjeni dhimbjen. Lëreni që të shërohet dhe bëni vend për njerëzit që janë të destinuar për ju. Me këtë, besoj se kjo ka ardhur shpesh në fakt, dhe janë gjithë këto karta po ta shikoni, dhe kjo ka ardhur shpesh në leximet që ne kemi bërë me këtë grupim, që do të thotë që në shkallë kolektive ka patur një nevojë së fundmi për tu parë të gjitha marrëdhëniet që ne kemi në jetë. Dhe për të parë edhe vetë ju, a rezonojnë me ju apo jo? A janë për shembull në përputhje me personin që ju doni të jeni në jetë, me këtë person që ju vizualizoni dhe ndërroni të jeni, apo janë persona të cilët janë xhelos për ju, janë kompeticion me ju, nuk duan që t'ju shohin më mirë se veten, apo thjesht janë fake, si të thuash, buzëqeshje në fytyrë, por nuk janë të sinqertë. Dhe ka qenë një periudhë reflektimi, ndoshta për ju, që të shikoni dhe të kuptoni, sepse këtu thotë lërini njerëzit të shkojnë kur duan të shkojnë. Unë këtë po e kuptoj, lërini ata të shkojnë kur është koha për të shkuar. Pra kur ju e kuptoni që tani më unë kam ndryshuar, jeta ime, ose ajo që unë dua të kem, ai person që unë dua të jem, nuk është në përputhje me të gjithë këtë. Kështu që ideja e shprehjes së parë është thjesht të çlironi kontrollin. Pra, lërini veten të lirë, çfarëdo që është e thënë për ju do ndodh. Mos u mërzisni, lërini dhimbjen. Ndjeni dhimbjen, si të thuash, sepse sigurisht nëse kanë qenë njerëz të afërt për ju, është e dhimbshme. Por kjo po bën vendin pra çdo gjë ndodh për më të mirën tuaj, nëse ju thjesht e çlironi kontrollin dhe nëse ju thjesht besoni. Më besoni për këtë. Çdo gjë ndodh për më të mirën tonë, edhe nëse ne në moment nuk e kuptojmë. Është si pjesa e fluturës që ne folëm shumë tek mesazhi i hënës së re, prandaj sugjerova dhe ndjeva edhe në fillim të videos që ju ta dëgjoni, por në fakt e kam, si të thuash, i kam filmuar të dyja në të njëjtën kohë. Dhe kjo mund të jetë postuar përpara saj, por gjithsesi kur të postohet ju mund ta shikoni. Dhe erdhi vërtet shumë edhe energjia e fluturës dhe e bilivesës, që të dyja kanë ardhur këtu. Pra është një konfirmim shumë i bukur për ato mesazhe të hënës së re, që do thotë që këto mesazhe mund të përkojnë me këtë periudhë pas hënës së re, me këto fillime të reja. Dhe thotë për fluturën. Dhe numri 1 mund të rezonojë me ju. Ndryshime shumë të thella, transformime, rilindje, shpresë, guxim dhe, si të thuash, jeni të hapur ndaj kësaj rruge të re. Thjesht shijojeni këtë rrugë të re, rrugtim të ri. Dhe ne folëm për pjesën e transformimit të fluturës, që flutura kalon nga larva, ku asaj do të thënë është një pjesë që i duket sikur zvarritet në jetë, sikur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet, ose thjesht një pjesë monotone e jetës, apo stërmunduese e jetës. Por flutura nuk e di se sa, ose kjo larvë nuk e di se sa fluturë e bukur do të bëhet. Prandaj thot këtu, shpresë dhe guxim. Ju thjesht duhet të keni besim që gjithçka po ndodh për më të mirën tuaj. Sepse flutura më pas kalon në këtë pjesën e izolimit, që ajo formon krahët e saj dhe formohet për të bërë një flutur. Dhe në ato momente duket sikur gjërat po shkojnë më keq nga sa ishin.
Dhe flutura shumë bukur mund të dyzohet, mund të filloj të mendoj që pse pa më ndodhin gjitha këto gjëra mua, përse pa pritur ngela edhe pa ata miq që kisha, larva. Pse ngela pa këtë lloj pune që bëja dikur, se nuk po zvaritem më. Dhe pa pritur vjen në pikpyetje gjitha këto, por flutura nuk e di, ndoshta që ajo po bëhet një flutur dhe është e mbrojtur gjatë kësaj periudhe. Vetë shenja është një shenjë shumë e bukur dhe e fuqishme e mbrojtjes. Hamza Hand, më duket se quhet, po. Dhe është vërtet një shenjë shumë e bukur që tregon që sado që ju mund të dukeni sikur gjërat po ndodhin kundra jush, po ndodhin për më të mirën tuaj në fakt. Dhe po ndodhin që ju të bëni kjo flutur, dhe po ndodhin që ju të takoni flutura të tjera. Dhe prandaj thot guxim, dhe guxim për të marrë këtë lloj rrugtimi të ri, sepse sigurisht kërkon që ju të lini të kaluarën të shkojë. Ndoshta është e dhimbshme, ndoshta ju duhet kohë që të shëroni, prandaj është kjo pjesa e strofkullës si një foshnjë në barkun e nënës, kjo është ajo që po shoh. Është një pjesë ushqyerje, shërimi, rritjeje, rilindjeje, pra që ju do të bëheni një vetë e re, një personalitet i ri, pa njohur ndoshta shumë e ndryshme nga vetja juaj e parë. Do të preferoni gjëra të tjera, do t'ju pëlqejë domethënë të shoqëroheni me individ apo të shkoni në vende të tjera. Dhe pra jeni të mbrojtur gjatë gjithë kësaj, mos u shqetësoni. Nëse juve, kjo është ajo që po ndjej tani, nëse juve dëshironi ta përforconi këtë pjesën e mbrojtjes për çfarëdo lloj gjëje, vetëm pra kur e ndjeni që doni mbrojtje, mund të pikturoni këtë lloj dore në veten tuaj, mund ta keni si pikturë dhe ta shikoni që thjesht ju kujton se sa të mbrojtur jeni. Dhe madje ka simbole që ju mund të gjeni dhe mund t'i mbani në lidhje me këtë simbol, ka bërzylyqet nga më të ndryshmet. Dhe nëse ju thjesht i mbani dhe i shikoni her pas here, thjesht ju kujtojnë se sa të mbrojtur jeni, pavarësisht se si ju mund të ndjeheni. Dhe Pilivesa, numri 2, që lidhet me komunitetin, me marrëdhënie të reja, dhe Pilivesa ka një jetë shumë të bukur të thoja. Në mos e gaboj unë, më korrektoni nëse jam gabim, por që me sa di unë, jeton si një nimf, si një tip insekti pa kram, për më shumë se për 2-3 vite, në mos gaboj, dhe kjo është pjesa më e madhe e jetës së saj. Më pas, kur ajo zhvillon krahët dhe bëhet Pilives, pra është një, si të thuash, një emërtim i ri i saj, një jetë e re, një personalitet i ri. Por ideja është që jeton vetëm 24 orë. Dhe në këto 24 orë, 24 ose 72, po më duket se 24, në këto 24 orë, synimi i vetëm është që të çiftohen dhe të shumohen dhe kaq. Për ky synimi i vetëm i jetës së saj, dhe sepse në këtë lloj forme ajo më duket as nuk ushqehet dot më, pra nuk ka këto organet siç i kishte dikur që mund të ushqehej dhe mund të treste, dhe vetëm ky është synimi i saj për këto 24 orë. Dhe domethënë duket e magjishme. Sa herë shoh Pilivesa më kujtojnë me pjesën e magjisë, më kujtojnë pjesën e mrekullive dhe të besoni në magji. Dhe vetë të lexojmë se çfarë shkruhet, thotë: "Jeni të adaptueshëm, të kuptoni dhe të njihni veten tuaj, gjë që ka ndodhur në momentin kur ju keni qenë në këtë strofkullën tuaj të transformimit. Keni besim, që erdhi dhe më parë, keni besim tek procesi, jeni të hapur dhe jetojeni jetën në maksimum." Shiko sa mesazhe të bukura. Pra jeni të hapur ndaj këtyre fillimeve të reja. Nuk keni çfarë të humbisni. Po ta mendoni për shembull sikur 24 orë jetë keni çdo ditë dhe mendoni do t'jap maksimumin sot. Domethënë, jo ta mendoni në ato lloj gjendje që të friksoheni, por ideja që gjithçka mund të ndodhë apo jo. Thjesht mendojeni një herë që mendojeni sikur thjesht kam këto 24 orë. Çfarë do të bëja unë? Cilat janë gjërat që unë kam lënë pa bërë? Cili është synimi im për sot, që sikur vetëm këtë të përmbushja, tisha shumë i ose e lumtur dhe e përmbushur. Sepse thotë jetojmë jetën në maksimum, pra edhe vetë historia që ne tham, ti jetosh vetëm një ditë, për Pilivesa mund të jetë shumë sepse varet perceptimi, ato jetën e kanë shumë më të shkurtër se ne, insektet dhe lloje të ndryshme të kafshëve. Por, edhe ne nuk është se jemi të vetme gjallësa dhe mund të ketë krijesa që jetojnë edhe më shumë se sa ne. Ideja është që çfarë do të bëni ju me kaq sa keni këtu dhe tani. Pra mendojeni sikur e vetmja gjë e vjetër që keni është e tashmja dhe jetojnë jetën maksimum. Sepse vetëm duke jetuar jetën dhe duke qenë mirënjohës për këtë moment dhe për gjithçka që ju keni, nuk ka rëndësi se sa errët duket gjithçka rreth jush, ju magnetizoni gjithë mirëqenien, prosperitetin që është destinuar për ju. Dhe vetë për të koca lidhet shumë si është një simbol i prosperitetit dhe mirëqenies, dhe vetë për të koca pra janë 3
lloje kafshësh, insekte dhe bretkoca, të cilat kalojnë një proces metamorfoze dhe transformimi. Pra është vërtet shumë e dukshme gjitha kjo që ju po kaloni, ky proces transformimi, dhe numri 33 është një numër master, mund të ketë rezonancë me ju, numri 6, gjithë këta numra mund të jenë edhe numrat e rrugtimit të jetës suaj, dhe numri 6 ndoshta është numri i rrugtimit të jetës suaj, synimit të jetës suaj. Mund të shikoni bretkoca, mund të kenë domethënie për ju. Dhe pra lidhe me këtë pjesën e prosperitetit dhe adaptabilitetit që erdhi 2 herë, dhe transformimit që ka ardhur tek të treja prej tyre. Pra thjesht jeni të adaptueshëm me fazat dhe ciklet e jetës. Është diçka natyrale, pra flutura vërtet mund të dyzohet ndoshta, sepse nuk kemi qenë në mendjen e saj, por mund të dyzohet pse po ndodhem unë këtu dhe tani. Por ajo që unë ndjej është që insektet thjesht janë kaq në harmoni, sepse nuk është se kanë këtë lloj mendje dhe mënyra se si mendja e tyre operon si ne. Dhe ato thjesht janë kaq në harmoni me çdo lloj cikli të jetës. Është si të thuash pema, nuk mërzitet që gjethet e saj po ikin, sepse e di, pra është thjesht natyrale, instinktive që është diçka që ndodh. Por po të ishim ne, siç ndodh me njerëz, ne nuk duam t'i lëmë të shkojnë, që është diçka natyrale e jetës, e cikleve dhe transformimit të jetës suaj. Ne themi jo, ne dua këtu dhe tani. E dua tani këtë person, ose nuk e lë, ose çfarë do të bëjmë pa të, ndërkohë që gjithçka që humbet zëvendësohet me diçka tjetër, pra asgjë nuk humbet në fund të fundit, pra është si energjia që nuk humbet, thjesht transformohet në një formë tjetër. Dhe transformimi po vjen sërish, si term. E shoh që ka vërtet shumë për të folur këtu, por po e lë me kaq sepse dua të marrë ndonjë farë konfirmimi të vogël. Që dhe video mos të shkoj shumë e gjatë, sepse janë 3 grupe, por gjithsesi unë do t'i vendos, gjithë një i vendos kohët në video që ju mund të zgjidhni grupimin tuaj. Dhe ta çoni direkt aty tek ajo pjesë e videos, pra mos të dëgjoni gjëra që ju nuk doni t'i dëgjoni. Karta e parë që erdhi për ju është një kartë shumë e bukur, është mbretëresha e ndjenjave dhe simbolizon këtë pjesën e empatisë dhe pjesën e suportit. Pra, ose ju jeni një person që suportoni shumë të tjerë dhe jeni empatik dhe jeni në këtë energjinë e mamas, nuk ka rëndësi gjinia juaj, mund të jeni mashkull dhe të keni këtë energjinë e ushqyeshmërisë, që të ofroni suport, që të jeni të ndjeshëm, të përjetoni emocionet, nuk ka asnjë lloj problemi këtu dhe është thjesht energjia potente që ju mbartni. Ose thjesht gjatë këtij transformimi që ne thamë dhe gjatë këtij procesi që ju po shëroheshit nga dhimbjetës së kaluarës, ju keni qenë të mbrojtur dhe të ushqyer nga vetë universi, e keni kuptuar ju apo jo. Edhe vetë karta thot empati, pra kjo mund të tregoj që ju jeni shumë empatik në fakt dhe ju përjetoni emocione të amplifikuara, dhe prandaj ju ndoshta i ndjeni gjërat më shumë se të tjerët, dhe vetë Pilivesa lidhet shumë me pjesën e emocioneve, sepse është edhe një krijesë që jeton edhe në ujë, dhe lidhet shumë me këtë pjesën e ujit. Ju mund të jeni shenjë uji në horoskopin tuaj, kjo është ajo që po ndjej, mund të jeni shumë intuitiv, dhe ju e dini se çfarë të bëni, ju e dini që këto cikle janë më së të nevojshme në jetën tuaj. Përse bëheni vetë pengeseve të suaj? Kjo është ajo që po dëgjoj. Sepse fillimet e reja duan të vinë për ju nga universi drejt jush. Po ta shikoni duket pak a shumë si Pilives, por pak ra. Dhe ne e kishim fillimet e reja tek Brettkot, jo tek flutura, që të jeni të hapur ndaj këtij rrugtimi të ri për ju. Pra thjesht dëgjoni intuitën tuaj, dëgjoni zemrën tuaj, sepse nuk do t'ju drejtoj asnjëherë në fund të gabuar. Dhe le të marrim edhe një. Thjesht lironi kontrollin, pra kjo është ideja. Do ta merr edhe vetëm një për sepse gjithçka e destinuar për ju vjen drejt jush. Pra çlironi kontrollin. Thjesht shkoni me ritmin e gjithçka që po ndodh në jetën tuaj. Çlironi kontrollin, besojini intuitës së zemrës suaj, ju jeni shumë intuitiv. Dishni pasionet tuaja. Dhe ajo që po ndjej me këtë kartë në fakt është thjesht, më duk sikur thjesht nëse ju dëshironi pra të keni një partner ose partnera apo mik apo mikesh, dhe nëse e keni humbur te kjo pjesa që tham, të çironi të kaluarën, do thotë që po zëvendësohet me diçka ndoshta edhe më të mirë. Dhe jo se po e nënvlerësojmë të kaluarën, por më të mirë për ju. Kjo është shpreha më e mirë, pra më të mirë posaçërisht për karakterin tuaj. Një person që mund të suportojë ju,
mund t'ju ofroj ju këtë lloj ndjeshmërie që ju mund ta hapni zemrën tuaj lirisht, dhe të ndjeni të sigurt, dhe të ndjeni sikur mund t'i besoni sekretet tuaja, mund t'i besoni me ndjeshmërinë që ju keni. Pra nëse ju jeni mashkull dhe jeni shumë i ndjeshëm, kjo femër që po vjen në jetën tuaj ju suporton 100% në këtë ndjeshmëri tuaj, ju kupton si askush tjetër. Dhe ndoshta ka më tepër këtë energjinë mashkullore dhe ju të dy bëni një çift shumë të bukur. Por nëse ju jeni femër dhe kërkoni dikë që, si të thuash, që kuptojnë në ndjeshmëritë tuaja, por t'ju mbaj këtë pavajshmërinë tuaj të pacënuar. Kjo është ajo që po vjen për ju. Dikush që do t'ju doj me gjithë zemër, sepse edhe vetë ngjyra jeshile simbolizon çakran e zemrës, dhe ngjyra jeshile këtu pra një fillim i ri, thjesht shironi kontrollin. Këto është mesazhet që ndjeva për ju dhe festime në fund. Kohë të bukura për ju, kështu që thjesht ju e dini se çfarë duhet të bëni. Thjesht shironi kontrollin, thjesht besoni zemrës suaj dhe nuk do të drejtoheni asnjëherë në rrugë të gabuar. Këto ishin mesazhet për grupimin nëmër 1. Ju lutem më lejoni të di se sa rezonuan me ju, nëse ju e keni zgjedhur si grupim, shenja të ndryshme që ju dalluat edhe gjatë kësaj videoje dhe teksa ne I folëm. Dhe nëse shikoni edhe videon e hënës së re, do doja shumë të dija se sa rezonojnë, sepse vërtet ishin shenja kaq njësoj sa që mendoj që ju patjetër që mund t'ju ndihmoj ta dëgjoni dhe atë video. Shumë faleminderit. Dhe le të kalojmë te grupimi nëmër 2. Këto janë simbole ose, si të thuash, personalitete egjiptiane. Unë vërtet jam shumë e lidhur me Egjiptin. Më pëlqej shumë, kam piramida nga më të ndryshme. Babai im ka qenë në Egjipt kur unë isha e vogël dhe na ka sjellë shumë gjëra si nga këto pikturat të bëra me papiruset, shumë piramida, simbole, të tjerë dhe I kam vërtet shumë qejf, madje kur isha e vogël, thjesht diçka për të qeshur. Na sollet si ato që vendosin femrat egjiptiane që janë me gogla, dhe unë rria gjithë kohës në shtëpi me atë në kokë. E kisha vërtet shumë qejf. Le të shohim se kush do të flas për ju, kush po ju suporton në këtë rrugtim, do të muajin korrik apo në cilin do muaj që ju po shikoni këtë video. Gjithmonë kur përdor këtë lloj grupim kartash marr vetëm 3 karta. Nuk e di pse, thjesht numri 3 ka shumë rezonancë me mua, me krijimin, është shumë I thellë, po të shikoni dhe ta kërkoni ka vërtet shumë kuptim. Pashtu dhe numri 6 dhe 9, por numri 3 njërë që është numri krijimit, ka vërtet shumë kuptim. Nëse juve e ndjeni të arsyeshme mund të kërkoni më tej. Këto janë mesazhe shumë interesante që po ndjej. Po ja tregoj si paraqitje, janë vërtet shumë të bukura. Do I tregoj secilën më pas, por këto janë 3 karta që erdhën për ju. Ajo që po ndjej është ju dëshironi një jetë në paqe. Pasuria më e madhe për ju është liria, paqja mendore dhe paqja e brendshme. Dhe kjo është pasuria më e madhe që mund të keni, pra nuk ka rëndësi se sa të ardhur e keni, ju do të ndjeni të përmbushur vetëm në momentin që ju jetoni një jetë në paqe, në natyrë. Duke konsumuar të mirat e natyrës, duke bërë mirë natyrës, duke rritur fruta perimet tuaja. Një jetë në paqe me të afërmit tuaj. Kjo është ajo që unë ndjej për ju. Dhe ideja është që në rrethana të tjera, ju duket sikur jeni futur në një burg, apo sepse në fakt kjo është simboli I varreve të lashta egjiptiane dhe ku futeshin dhe mumjet e ndryshme, por ideja është që jo në kuptimin parsor, por në kuptimin që ju ndjeheni sikur nuk merrni dot frymë, ju ndjeheni sikur jeni shumë të kontrolluar dhe një konfirmim, ishte një vetë tim tani më, e shoh gjithnjë si konfirmim në këto mesazhe. Pra ndjeheni sikur çfarëdo që të ndodh tjetër përveç kësaj jete që ju bën të përmbushur, ju duket sikur asgjë nuk ju bën të lumtur. Pra nuk ka rëndësi. Edhe nëse dashuri keni, por në këto rrethana që jeni në një punë që ju kontrollon në pallat, për shembull nuk mund të jetoni dot në lagje me zhurmë, në qytet, ju bën të ndjeni shumë keq. Dhe me këtë kartë, kjo gjithnjë simbolizon një zgjedhje që ju duhet të bëni. Një zgjedhje për të zgjedhur jetën materialistike apo zemrën tuaj. Sepse shpeshherë shoqëria vendos shumë, si të thuash, korniza, se si gjëra duhet të jenë, se si një person I suksesshëm duhet të duket, dhe shpesh kjo juve ju bën që ta anoni dhe të thoni, po ndoshta duhet të zgjedh këtë, po ndoshta një profesion që ka të ardhur, po ndoshta jetojnë në qytet sepse njerëzit të ndërrojnë të jetojnë aty dhe unë kam këtë mundësi dhe pse të heq dorë dhe të shkoj në fshat për shembull. Dhe gjithnjë është kjo kontradikt në mes jush që cilën të zgjidhni, cilën të bëni. Por
por nuk është se e keni përjetuar këtë lloj, si të thuash, ndjesie paqeje. Ende, kjo është ajo që po ndjej. Pra, mund të keni përjetuar pak këtu dhe aty, por jo 100% dhe jo që ta ndjeni që po, kjo është jeta ime tani. Tani jam ju se e qetë. Dhe kjo është sjellje në dorën tuaj. Ne do të shohim konfirmime që do të vinë. Me këtë po ndjej gjithashtu që ju keni vërtet shumë një botë të brendshme shumë të pasur, që ju nuk e lejoni që të tjerë ta shohin. Ju lejoni vetëm njerëzit që ju vërtet i besoni 100% që të shohin 100% tuajën, ose edhe më shumë. Sepse ju jeni shumë të thellë, ju keni shumë për treguar, ju keni shumë njohuri, ju keni shumë eksperiencë të jetuar, por nuk e lejoni të tjerë që ta aksesojnë më shumë se sa ju duhet, sepse ajo që po shoh tani si një piktuar që po lëviz, është që këto dyher po hapen. Dhe njerëzit mendojnë që e panë gjithçka që ju jeni, por ka dyert të tjera. Dhe pas atyre ka dyert të tjera. Keni parasysh këto dhomat që duket sikur janë pafund, nuk ka asnjëherë fund. Kjo është ajo që po shoh tani. Që ndoshta mund të jetë efekti i pasqyrave, por ideja është që ju i krijoni njerëzve këto iluzione vetë, sepse nuk i lejoni që të aksesojnë gjithë qëllësinë tuaj, si të thuash. E mbroni shumë këtë pjesë, e mbroni jashtëzakonisht shumë. Tamam si këto dyre që duket sikur nuk ka as dorez këtu dhe nuk hapet si derë, por në fakt ka një dorez së fshehtë, që vetëm personat e besuar mund ta dinë. Dhe tani që po shoh, kemi një pasqyrë që ne e përmendëm, efekti pasqyrë. Pra që shpeshherë ju mund të ndjeni sikur njerëzit ju kritikojnë, ju projektojnë ju problemet e tyre vetëm sepse ju jeni pasqyrë për ta. Pra ndonjëherë thjesht mos i besoni ose përdorni intuitën tuaj, sepse shumë gjëra që të tjerë mund t'ju thonë ju jeni kështu, ju jeni përtac, ju s'bëni këtë, ju s'bëni atë, mund të jenë projeksione që ata thjesht po shohin veten në pasqyrë tek ju. Ndoshta nuk keni ju në të vërtetë, sepse ju jeni kaq të thellë sa që duhet shumë për të kuptuar kush jeni ju në të vërtetë. Numri 42, se harrova ta them, 24 që erdhën pasi pasqyrë dhe 38. Gjithashtu numri 6, 666, 66, 12 ose 3, numri 3 që ne folëm, dhe numri 11 ose 2. Le të shohim konfirmimet që do të vinë për ju për gjithë këto mesazhe interesante. Dhe kjo mund të ketë shumë rezonancë për ju në këtë muaj korik, sepse është dhe muaj kur korret gruri, në mos gaboj unë, dhe këtu në këtë kartë është gruri. Këto janë vërtet mesazhe shumë të bukura, por po ndjej vërtet një energji shumë që e ceka pak, por nuk doja ta thoja sepse ishte diçka që pra në momentin që ne tham, ju nuk e tregoni veten tuaj të plot. Dhe jo më kot, keni arsye që e bëni këtë. Sepse me këto karta që erdhën, unë kuptoj që ju jeni të tradhtuar apo thjesht jo të tradhtuar në kuptimin jo vetëm romantik pra. Thjesht nga njerëz të cilët supozohej që t'ju mbronin dhe t'ishin aty për ju dhe ju thjesht ashtu i shikonit, si njerëz që ju i besonit, pra si të thoni, ti personi ju besoj 100%, por ai më tradhtoi pas krave dhe sekretet e mia i nxori të gjitha. Kjo është ajo që ka ndodhur për ju. Dhe ju ndjet vërtet shumë, po dëgjoj tani këtë shprehje, një thik pas shpine, nga këta persona që ju i besonit, dhe kjo bëri që ju të mbyllesh dhe të mbronit energjinë tuaj me çdo kusht. Pra thjesht të mbyllni çdo derë të mundshme dhe të duket sikur jeni izoluar 100%. Dhe me këtë kartë gjithashtu ndjej që ju keni qenë si të ka shumë grupime që po ndjej. Për disa po ndjej që ju ndoshta vërtet jeni të obsesuar me mjetet materiale. Por ajo që ju bën vërtet të lumtur është të ndiqni zemrën tuaj, ne e tham. Kështu që nëse ju nuk ndjeni të lumtur edhe pse jeni të obsesuar të arrini dhe të keni sa më shumë, do të thotë që nuk keni në këtë drejtim që ju bën të lumtur. Mund të keni sa të doni. Është gjë e bukur që ju doni të përmirësoheni, por ideja është që nëse ju doni të jeni të përmbushur, kjo është ajo që ju bën ju të përmbushur. Dhe thellë po ta pyesni veten tuaj, do ta kuptoni, por ju thjesht mendoni që gjithçka ndodhi shumë shpejt dhe përse është tham që unë kam këto mundësi pse ti lë dhe ti het në kosh dhe më duket sikur do të humbas gjithçka. Por nëse ju zgjidhni zemrën tuaj dhe nëse u bëni zgjedhjen e duhur me intuitë, siç e shikoni, kjo simbolizon syrin e tretë, intuitën, sepse ju keni një balancë shumë të bukur të energjisë femërore dhe maskullore. Dhe është dashur pak kohë të shëroheni nga kjo që keni kaluar në fakt, dhe me këtë kartë kjo simbolizon vetë shërimin, pra që ju shërimi juaj në fakt do të vijë vetëm në momentin që ju pranoni veten tuaj në radhë të parë 100%. Dhe po të shikoni mund të duket sikur ndonjëherë kthehet zemra në gur, duke qenë se nuk i besoni dot më, duke qenë se njerëzit më afër jush ju kanë tradhtuar apo nuk ju kanë dashur ashtu siç ju e mendoni, ju duket sikur e kthyet zemrën tuaj në gur dhe sikur nuk i besoni dot më askujt. Por kjo ju bëri juve të jeni ky person që jeni. Ju bëri ju të kuptoni dhe t'i dalloni njerëzit. Është një energji shumë
si sekret, pra sikur edhe ju nuk po më lejoni mua që të lexoj energjinë tuaj, sepse kështu po ndiem tani, sikur më duket sikur po ju detyroj në një sens dhe nuk dua ta bëj këtë, por që jeni shumë të mbrojtur në atë që ju keni, nuk doni ta lejoni që të tjerë të futen. Nga ana tjetër duhet jeni të adaptueshëm, sepse ekziston një person që është me që juaj dhe erdhën të dyja, pra këta janë sigurisht mbretërit e mbretëresha e të njëjtit lloj, si të thuash, kështu që është posaçërisht një person që ju kupton 100% dhe që mund të aksesojë edhe nëse ju nuk ja tregoni të gjitha dyert tuaja deri në fund, mund të njoh 100% dhe ju mund t'i besoni. Sepse me këtë kartë lidhet shumë bashkëpunimi, kooperimi, numri 3 që ne tham, numri krijimi që ne tham në fillim. Dhe me këtë person ju mund të krijoni gjëra shumë të bukura, ju mund të krijoni këtë jetë që ju e ndërroni dhe ju mund t'i besoni 100%. Ju mund të krijoni këtë paqe të brendshme dhe të jashtme, ju mund të krijoni këtë ëndër që ju keni, pa që nuk ka rëndësi të ardhurat. Ju thjesht keni një mindset. Sepse shpatat simbolizojnë pjesën e mendimeve dhe ju mendoni po njësoj, ju keni të njëjtat besime, të njëjtat vlera. Ndoshta keni kaluar në për të njëjtin rrugtim të dy dhe tani që po e shoh, ju jeni, është e thënë të jeni bashk. Është një teori, teoria e kordës së kuqe, diçka. Kjo është ajo që po shoh këtu, pra jeni ju të dy. Dhe është e thënë që ju të jeni bashk. Nuk ka rëndësi se çfarë ndodh, nuk ka rëndësi se sa dyer ju vendosin, nuk ka rëndësi se sa nuk e lejoni ju veten që të shiheni dhe të lexoheni. Ky person ju lexon prej së largu, si të thuash. Dhe njëri është më shumë intuitiv, ndoshta femra, por nuk ka rëndësi gjinia, thjesht ai që mbartë energjinë femërore është më shumë intuitiv dhe tjetri është më tepër, si të thuash, në energjinë maskullore të veprimit. Pra nuk ka rëndësi gjinia në këtë pjesë dhe karta më e bukur që erdhi për ju. Dielli mund të ketë signifikancë, tani jemi në ver, kjo mund të ndodhë për ju tani, lule dielli. Dhe shikoni që këtu duket sikur që derë mbyllur, por nuk ka rëndësi se sa ju e mbyllni këtë derë. Ky person di se si të gjej rrugën e dur në këtë labirint. Ju e dini për veten tuaj, por ky person e di që të vi drejt jush. Pra nuk ka rëndësi se sa pengesa ju vendosni tani më që të mos të keni të bëni me njerëz të tjerë në jetën tuaj sepse jeni të lënduar. Ky person e gjen rrugën për tek ju. Nuk ka rëndësi se çfarë. Sepse është kohë e dur, është e destinuar dhe ju po lini pas mjetet materialistike, sepse kjo atë simbolizon. Ju po rilini si një vete e re. Dhe pikërisht në këtë moment kur ju vazhdoni që të, si thua, ndoshta edhe vetëm, nuk doni të tjerë, por po ndiqni zemrën tuaj dhe po bëni atë që ju doni, pikërisht në këtë moment është koha e dur dhe është momenti që ju vërtet pa dashur po shndrisni jetën tuaj. Dhe pak kjo është si një bekim për ju, kështu që pranojeni, jeni të hapur. Është si një bekim për ju, është si drejtësia e vendosur në vend për ju, për gjithçka që keni kaluar. Kështu që mos keni frikë te kjo pjesë. Dhe kjo mund të jetë një mik, mikesh, partner apo partnere, mund të jenë disa persona, por unë djeva shumë një person që ju kupton 100%. Këto ishin mesazhet për ju. Do doja shumë të dija se sa rezonuan me ju. Ishte një mesazh shumë specifik dhe të them të drejtën, djej sikur nuk e lexova 100% sepse nuk pata dhe aq akses sa mendoja. Por ishte një energji shumë e bukur. Dhe kush e kupton që është posaçërisht. Që edhe unë tani jam shumë kurioztare të di se për kë rezonoi dhe se sa rezonoi me ju. Tani më le të kalim te grupimi numër 3. Le të shohim se çfarë dëshiron të bëj për ju. Dhe siç e përmenda tek grupimi egjiptian që marr gjithnjë 3 karta, dhe ky grupim marr 4. Kështu që le të shohim. Atëherë. Mënyra se si po i shoh këto karta është që pavarësisht se çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, kjo është karta e parë që erdhi. Numri 38 mund të ketë lidhje me ju, numri 11 apo numri 2, dhe lidh me pjesën e lidhjeve, marrëdhënieve të ndryshme. Ju mund të keni kaluar konflikte nga më të ndryshmet apo marrëdhënie jo 100% perfekte, por ju asnjëherë nuk e keni lejuar zemrën tuaj të ndryshojë. Ngjyra roz lidhet shumë me çakrën e zemrës së lartësuar. Pra ne kemi çakrën e zemrës, që është ngjyrë e shile, por edhe çakra e zemrës së lartësuar që ndodhet pak më sipër, shumë pak më sipër, dhe midis çakrës së fytit dhe çakrës së zemrës. Dhe pavarësisht se çfarë ka ndodhur, asnjëherë nuk e keni ndryshuar zemrën tuaj dhe synimet tuaj të pastra dhe të pastra. Dhe gjithnjë keni shpresuar. Po ta shikoni më nga afër, vajza duket shumë e zhgënjur, duket si e lënduar dhe duket sikur lotët e saj, po ta shikoni, po i merr era
janë disa pika të bardha, nuk e di a dallohen. Do mundohem të afroj, por më duket se duken. Dhe ajo ndjehet kaq që e pikëlluar dhe e lënduar. Por, mënyra se si ajo i mban duart, tregon që ajo është mirënjohëse për gjithçka. Dhe e mban zemrën të hapur gjithnjë. Dhe nuk ka rëndësi ajo, e them ajo sepse është femër këtu, por edhe vetë ngjojt po të shikoni, janë si pagjini, do thotë që ne i mbarkim të dyja gjinit, pra të dyja energjit. Pavarësisht gjinis, do thotë që ju thjesht mbartni këtë energjinë e kuptueshmërisë dhe ju kuptoni që gjithçka ndodhi për një arsye. Ndoshta nuk e kuptoni arsyen, ndoshta thjesht lëndoheni sigurisht, por nuk humbni asnjëherë shpresën. Me këtë kartë, gjithnjë sa herë shoh, më bën të kuptoj që paraardhësit, pra e lidh shumë me paraardhësit, ata po ju shohin, kanë parë gjithçka që ju, një vetëtim si komprimim, kanë parë gjithçka që ju keni kaluar. Dhe edhe në videon e hënës së re, nëse ju dëshironi ta shikoni, paraardhësit erdhën shumë si energji. Nëse ju dëshironi ta shikoni për këtë muaj korrik, por duke qenë se vajza ka flokët ngjyrë të kuqe, lidhet shumë me këtë pjesën e rebelizmit, pra ju jeni rebel. Ju jeni rebelët e fisit tuaj, si thuash, apo të familjes tuaj. Dhe ju jeni autentik, pra ju nuk ju vjen turp që ta pranoni. Sado që shpesh herë mërziteni dhe thoni, a sot isha me lehtë që dikush të më kuptonte, sepse më duket sikur gjithnjë jam kundra rrymës, pra gjithnjë jam i zhgënjej të tjerët, nuk i bëj krenar të tjerët. Dhe gjithnjë sikur ajo që ju po bëni nuk njihet, si të thuash, por paraardhësit tuaj e njohin. Ndoshta në realitetin fizik njerëzit mund të mos ta kuptojnë çfarë ju po bëni, por ju keni një energji shumë shëruese dhe ju shëroni çdo që prekni, pra ju shëroni çdo që keni për qarkjush. E kuptoni apo jo? Dhe ndoshta diçka më të vijë që ne do të shohim konfirmim, që do t'ju bëjë të lumtur dhe të shëroni zemrën tuaj, numër 7 mund të ketë lidhje me ju, një mrekulli mund të ndodhë për jetën tuaj, një konfirmim përsëri, që do t'ju bëjë të kaloni nga kjo energji në këtë energji dhe të kuptoni që një mesazh mund të vijë për ju, dhe të kuptoni që bëhet mirë që nuk e humbët shpresën. Dhe nga ana tjetër me këtë unë kuptoj që ju keni shumë eksperiencë, ju keni kaluar shumë në këtë jetë, dhe jo vetëm në këtë jetë, por që ju keni akumuluar shumë eksperiencë dhe njohuri dhe njohuri të jetuara, aq sa tani më po ndjej që përsëri numër 7, ju thjesht duhet të kujtoni gjithë të njohuri, ju thjesht duhet ta mbani mend çfarë keni mësuar. Sepse ose ta rikujtoni, sepse po e shoh tani sikur nuk është se po lexon ky njeri për shembull i vjetër dhe i maturuar, nuk është se po lexon një libër të ri. Unë po ndjej që ai po lexon diçka që e ka shkruar vet, nga njohuria e vet, nga eksperjenca e vet, e jetuar, dhe thjesht po e rilexon. Nuk është se duket sikur i shokuar apo po mëson diçka të re, thjesht duket sikur po e rikujton, sikur po shikon diçka që e ka kaluar. Dhe vetë pema që lidhet me energjinë shëruese, dhe vetë natyra, dhe vetë kjo guva që do thotë që ju pëlqen të rini vetëm, duke qenë se ju jeni ndryshe nga të tjerët dhe ju i bëni gjëra ndryshe dhe ju duket sikur zgjidhni gjithnjë diçka ndryshe nga të tjerët. Numri 68 mund të ketë lidhje me ju, numri 36, 98, 14 ose 5. Le të shohim konfirmimet që duan të vinë për ju me këto mesazhe kaq interesante. Okej. Shumë mesazhe të bukura nga të gjitha grupimet, do thoya që nisëm pak kështu me këtë konfliktin, por nuk u përmend fare sepse ka përfunduar. Kjo është karta e përfundimit që ishte poshtë, karta si tregon që tani shkalla ose thjesht gjithçka po barespeshohet. Peshorja po vihet në balancë. E vërteta ka dalë në sipërfaqe, kjo është shpada e të vërtetës. Dhe paqja është vendosur. Dhe ju tani më, ose më saktë ju gjithnjë keni qenë shumë të lidhur me intuitën tuaj dhe keni ditur, siç tham, ju keni ditur që ka ndodhur për një arsye, pra ne e përmendëm në fillim këtë. Por gjithsesi keni shpresuar që kur do të vijë drejtësia në vend për mua. Tani më është koha, ju keni besuar. Ju keni besuar dhe keni dhënë nga një zemër, pra siç tham, mirënjohëse, nga një zemër në mirëqenie të plotë, që un kam dashuri dhe po e jap, nuk ka rëndësi sa marr mbrapsht. Dhe tani më ju po merrni. Për të gjithë këtë që ju keni dhënë, ju po merrni diçka edhe më të madhe.
Dhe durimi juaj që simbolizohet nga breshka po shpërblehet. Dhe ndoshta pararësit kanë lidhje këtu, unë gjithnjë them që janë si të thuash në grupimin tuaj, në grupin tuaj shpirtëror, si mbrojtës dhe vërtet vendosin ca pika mbi, drejtësi dhe thjesht sjellin behime për ju. Prandaj gjithnjë edhe të parë tani nderonin pararësit e tyre. Dhe ne përmendëm shumë tek ajo energjia e hënës së re, prandaj këshilloj që të mund ta dëgjoni. Dhe kjo është një kartë shumë e bukur që ju keni shumë për të treguar. Pra në momentin që ju po të shikoni, duket sikur janë të banë njëra tjetrës, por ideja është që në momentin që ju kaluat në përgjith këtë, u shëruat apo thjesht zgjodhet përsëri dashurinë pavarësisht gjithçkaje, kjo është diçka shumë e bukur që mund të motivojë dhe inspirojë të tjerët. Kjo është diçka shumë e bukur që tani që po shoh si është vërtet një pikë shumë e bukur. Simbolizon paqen, harmoninë, simbolizon që ju po flisni të vërtetën tuaj, po këndoni këngën tuaj, këtë melodi të bukur, të orkestruar dhe melodinë e jetës suaj, me çdo notë që simbolizon një fazë të jetës suaj dhe diçka që ka ndodhur. Dhe e thash, zëri juaj mund të jetë shumë shërues, ju mund të jeni shërues për njerëzit për krah jush, vetëm prezenca juaj, paqja juaj. Dhe ju jetoni edhe në ujë, në thellësi të ujit, dini të notoni dhe të merrni frymë. Dhe kjo erdhi tek pjesa e videos energjisë së hënës së re. Por ju mund të jetoni edhe në ajër, ju mund të fluturoni, keni krah për të fluturuar. Pra mos mendoni që do të bini, është si shpreha që Zogu nuk beson tek dega e pemës, por beson tek krahët e veta që mund të fluturojë. Vërtet shumë mesazhe erdhën me këtë. Dhe siç e tham, kjo kartë lidhet shumë me të kaluarën dhe reflektimin. Edhe vetë tu thot reflektim, dhe lidhet shumë me këtë energji. Por ju po reflektoni me çfarë keni kaluar, me eksperiencat e kaluara, dhe ndoshta shumë kujtime po vinë për ju. Jo vetëm nga kjo jetë, ndoshta nga shumë jetë më parshme që ju keni jetuar dhe siç e shikoni jeni vërtet ndoshta shpirt i vjetër dhe ose thjesht ideja që keni shumë eksperiencë ju bën të ndjeni si më të maturuar se mosha juaj dhe ju po i rikujtoni këto. Nuk është se po mësoni diçka të re. Ju thjesht po rikujtoni diçka që e keni harruar. Kjo është energjia që erdhi për ju. Kush e kupton dhe kjo mund të lidhet me mesazhin që thash në fillim që ndoshta duke thënë këto, shumë gjëra mund të dëgjoni vetë, sepse do dalim prej jush. Ju keni gjithë të njohuri, do dalin dhe do t'i dëgjoni nga brenda jush si intuit, si zëri intuitës që flet për ju, thjesht si një mendim, thjesht si një pikturë, thjesht si udhëzim të bëni diçka, ndiqeni këtë udhëzim. Këto ishin mesazhet për ju. Uroj vërtet shumë që të kenë rezonuar me ju. Të gjitha grupimet ishin shumë interesante. Uroj më të mirën për ju. Uroj të kaloni sa më bukur. Vërtet do të dija sa kanë rezonuar me ju dhe vërtet do thotë shumë për mua kur ju ndani opinionin tuaj në komente. Vërtet ky komunitet do thotë shumë për mua. Kështu që shumë faleminderit. Faleminderit që i dëgjoni videot, faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti. Uroj vërtet shumë bekime për ju dhe sa më shumë energji pozitive. Mirupafshim, shihemi në videon tjetër.